Është hera e parë që qeveria po tenton të ndaj pak a shumë veten nga procesi i privatizimit dhe këtë faj në këtë rast, sepse jo gjithmonë faje e bën, mundohet t'ja hedh AKM-s apo respektivisht AKP-s. Unë dëgjua këtë që edhe thua që pse se keni thirr AKP-n. Edhe rreth mirë gjen pyetja këtë thras. Personi më i duhur që kish mujt në fol tani, personi që ka ditë më shumti rreth shumë çkaje, e sidomos rreth diçkaje, nuk është me në mesin tonë, dhe rrëdhëmisht edhe nuk mund ta thrasim. Dhe arsyet pse nuk është në mesin tonë, me siguri më shumë e din qeveria se sa ne. Qeveritarët e sotëm nuk kanë qenë jashtë procesit, as në kohën kur janë qeveri, po as në kohën kur kanë qenë opozit. Më lejoni t'ua kujtoj pak, duke marrë vetëm një nga shembujt e shumt të këtij fakti. Në vitin 2006, Agjencia Kosovare e Mirëbesimit kishte vendosur që ta shiste njën prej gjigantëve metalurgjik në Kosovë, Ferronikelin. Në qoftë se keni harruar, po ju po kujtoj se Ferronikelin atë kohë shit për një shume prej rreth 30.5 milion eurosh, nëse jam tamam i sakt. Në kohën kur nisi shitja e Ferronikelit, shumë prej qeveritarët sot edhe kreu i saj ishin opozit, madje kishin në qeverinë në hije. Qeveri e cila atë botë kundërshtoi ashpër këtë shitje. Madje aq ashpër sa që edhe i mobilizoi qytetarët e Drenicës për ta parandaluar shitjen e Ferronikelit. Ferronikeli i ishte shitur tashme Alferonit, pra një kompanie të regjistruar në Londër. Në pamje të parë, regjistrimi në Londër tregonte se kemi të bëjmë me një kompani të njohur angleze, por shumë shpejt u mor vesh se kemi të bëjmë me një kompani të regjistruar vetëm për këtë blerje, dhe se pronarët ishin 3 shtetas të Kazakistanit, të njohur për spekulime me minerale në ish shtetet e Bashkimit Sovjetik. Por në të njëjtën kohë, këtu ndryshoi edhe qëndrimi i opozitës, si atëhershme. Qëndrimi opozitar u bashkua me atë qeveritar dhe Ferronikeli u shit me një çmim shumë të ulët. Madje nuk u shit as me çmimin më të lartë të ofruar, por rreth 16 milion më lirë se sa çmimi i një kompanie tjetër konkurruese. Ky qëndrim i opozitës u ndrrua befasishëm pas një udhëtimi interkontinental që bëri i pari opozitës së atëhershme. U kthyen nga atje, jo për ta kundërshtuar, por për ta përkrahur tash me shitjen e Ferronikelit dhe për ta mbështetur kompaninë Alferon. Madje, në atë kohë lideri i opozitës pati deklaruar, citoj: "Urime Drenicë, urime Drenas, urime Kosovë." Dhe në të njëjtën kohë ju kthye sërish drenicakëve, jo për t'i mobilizuar sikur pak ditë më parë në mbrojtjet e Ferronikelit, por për t'i çmobilizuar ata. U bën bashk qeveri e opozit dhe e dhan Ferronikelin. Ministri i Tregtisë dhe Industrisë në atë kohë i uroi qytetarët dhe u dha lajmin se kjo ishte një ditë e lumtur për rajonin e Drenicës. E këtij ministri këtë rastisht ju gjet emri me vonë në listat e Partisë Demokratike të Kosovës si kandidat për deputet. PDK-ja erdhi në pushtet me trenin dhe me vagonat e Ferronikelit, por biletën për të hyrë në këtë tren nuk e kishte nxjerrë në stacionin e trenit në Drenas, por shumë larg Drenicës, diku në Izrael. Pra, PDK-ja u korruptua para se të vinte në pushtet, dhe s'ka se si të prisnim qeveri ndryshe nga kjo që e kemi përveç se një qeveri të korruptuar. Ne kemi qeveri të korruptuar sepse në këtë qeveri udhëheq një parti e korruptueshme. Por t'i kthehemi prapë Ferronikelit. Përveç çmimit të ulët të blerjes, skandaloze ishte edhe pjesa e kontratës për furnizimin me rrymë të Ferronikelit, ku qeveria e Kosovës kishte marrë përsipër obligimin që Alferonit t'ia mundësoj furnizimin e pandërprerë me energji elektrike me një çmim më të ulët se sa kostoja e prodhimit të rrymës. Dhe në këtë rast, edhe në rast të ndërprerjes së energjisë elektrike, Kosova do t'ia pagonte të gjitha humbjet e fitimit Alferonit. Premtimet për t'i mbajtur në punë 1000 persona i kishin ikur shumë shpesh, madje veç sa ka nisur vala e bimeve nga puna. Gjendja punëtorëve për ditë po përkeqësohet e për sigurinë e punë dëshmojnë edhe eksplozimet e shumta të vazhdueshme në Drenas.
kurse Kosova dhe Drenica në vend të lulëzimit të premtuar nga shitja e Freniklit, fituan vetëm ndotje enorme të ajrit dhe ambientit. Në vend të mirëqenies së premtuar, punëtorët përballen me punë të rënda dhe me pagat e pamjaftueshme. Në vend të lumturisë që ju uronin pushtetarët dhe opozitarët e dikurshëm, punëtorët tashme kanë rrezikshmëri ekstreme në punë deri në shkatrimin e shëndetit të tyre dhe shkatrimit, po ashtu edhe rrezikimit të jetës së tyre. Dhe në vend të rritjes së numrit të punësuarve, atje ka nisur tashme valja largimeve të reja nga puna. E kjo, pra, Frenikli nuk u privatizua, por u privatizua vetëm me drejta për ta shitur Freniklin. E kjo drejt u privatizua fillimisht patënder nga një grup politikanësh dhe pastaj mbi këtë drejt ata shiten siç ata kanë dashur, aq sa ata kanë dashur dhe atij që ata kanë dashur. Përveç se një kontratë e keqe dhe dëmshme për vendin, manipulimi me shitjen e Freniklit është një korrupsion. E korrupsioni është krim. Pra, para se të dënohet krimi, duhet të parandalohet ai. Tashmë është koha. Faleminderit.